Epilepsia është një prej sëmundjeve më të shpeshta në popullat, e cila prek kryesisht të rinj dhe moshat e treta. Mjeka neurologe Aida Shuka shpjegon disa nga shkaqjet më të zakonshme të shfaqjes së saj. Epilepsia është një sëmundje kronike neurologjike e karakterizuar nga shfaqja e përsëritur e krizave epileptike në mungesë të një shkaku tjetër, që mund të jetë një shkak metabolik, infeksioz apo një sëmundje tjetër e mbivendosur. Epilepsia është një sëmundje shumë e shpeshtë, me një prevalencë që shkon tek 5 deri në 6 banor për 1000 banor. Prek më shumë grup moshat e reja dhe të moshuarit. Kemi dhe mosha mesatare, por grup moshat e mesme, që diskutohet 30 deri në 60 vjeç, zakonisht ka një shkak sekondar, që mund të jetë një traumë e trurit, një infeksion, një tumor dhe patjetër duhen ekzaminime komplementare. Alkooli dhe abuzimi me substancat kanë rolin e tyre në shfaqjen e epilepsisë. Kjo vjen pasi ato japin dëmtime kronike në tru. Sipas mjekes, në rastet kur krizat epileptike zgjasin më shumë se 5 minuta, kemi të bëjmë me një emergjencë e cila do të kërkonte trajtim spitalor të menjëhershëm. Krizat epileptike të veçantë kanë që zgjasin pak sekonda deri në pak minuta, 2-3 minuta. Nëse kriza zgjat mbi 5 minuta, kriza epileptike përbën një gjendje shumë të rëndë që është statusi epileptik dhe është një emergjencë neurologjike që duhet trajtuar në spital. Dita botërore e epilepsisë shënon një moment për sensibilizimin dhe edukimin për këtë sëmundje neurologjike.